Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 30 vjeçar banues në Vlorë, pasi dyshohet se më datë 14/3/2026 ka vjedhur një shumë parash në një subjekt në lagjen Pavarësia. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 58 vjeçar banues në fshatin Veltov, mësues në një shkollë 9 vjeçare në fshatin Finiq, pasi dyshohet se ka keq trajtuar një nxënës gjatë orës së mësimit. Është proceduar një 57 vjeçar banues në Delvin, pasi dyshohet se ka mashtruar një shtetas duke mos kryer punimet e ndërtimit për të cilat e ka paguar. Gjithashtu referuan materialet në prokurori pas kallëzimit të një 57 vjeçari banues në Sarandë, i cili ka deklaruar se janë vjedhur 2 motomjete të parkuara në rrugën Gjegjera në nitin lagje numër 2 të Sarandës. Specialistët e stacionit të policisë Selenis shpallën në kërkim një 26 vjeçar banues në fshatin Ramic, pasi kallëzoi një tjetër shtetas se 26 vjeçari e kishte kanosur me armë për motive të dobta. Në lidhje me këtë rast u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për 26 vjeçarin banues në fshatin Bashaj, pasi nuk ishte bindur urdhit të punonjësve të policisë për të ndaluar automjetin, në cilin dyshohet se ishte pasagjer shtetasi në kërkim. Punohet për kapjen e 2 personave, si dhe për sqarimin dhe dokumentimin e rrethanave të këtij rasti. Materialet u referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.